Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije ndahet nga jeta në moshë të re aktori i njohur i serialeve. Një tjetër humbje për botën e televizionit. Aktori i njohur George Wendt, i njohur për publikun në mbar botën si Norm Peterson në serialin Cheers, ka ndëruar jetë në moshën 76 vjeçare. Në një deklaratë të familjes thuhej: George ishte një njeri i kujdesshëm familjar, një mik i dashur dhe një person i besuar për të gjithë ata që patën fatin ta njihnin. Ai do të na mungoj përgjithmonë. Familja kërkon privatësi në këtë kohë. Wendt ishte pjesë e pandarjes së serialit të famshëm Cheers nga viti 1982 deri në vitin 1993, duke u shfaqur në çdo episod, plot 275 në total. Performanca e tij ikonike si Norm i siguroi atij 6 nominime për çmimet Emmy. Roli i tij e shoqëroi edhe më tej pasi Wendt interpretoi atë në disa produksione të tjera televizive si Frasier apo Wings. Por repertori i tij nuk u kufizua vetëm aty. Ai ka luajtur edhe në seriale si Sabrina the Teenage Witch apo The Goldbergs. Një emër që la gjurmë në komedinë televizive amerikane, ai largohet duke lënë pas një trashëgimi të pathyeshme në ekranin e vogël.